Avokat, një ngjarje e rëndë ndodhi në gjykatën e apelit ku një gjyqtar u vra me armë zjarri brenda sallës së gjyqit. Çfarë do thotë kjo për sistemin e drejtësisë? Shiko, kjo jo vetëm për sistemin e drejtësisë, po shtetin ligjor në përgjithësi është një këmban alarmi, është një drame e cila vjen në dyshim total të gjithë situatën për sa i përket zbatimit të shtetit ligjor. Se në fundit duhet kuptojmë të gjitha letrat që bën legislativi, të gjitha letrat që bën ekzekutivi, në rast se nuk kanë një kontroll efektiv gjyqësor dhe në rast se gjykata nuk i jep zë çdo elementi të shtetit, shteti normal që ka rënë. E them këtë edhe për sa i përket mënyrës se si duhet ta trajtojmë çështjen. Nuk është fjala ke siguria e ngushtë e detektorit apo e një roje gjykate. Fjala është ke koncepti dhe marrëdhënia që duhet të ketë shteti së drejtës. Dhe këtë marrëdhënie e kuptoj në raportin që duhet ketë gjyqësori me legislativin, me ekzekutivin dhe mbi të gjitha në atë hendekun që mund të krijohet mes shoqërisë, tërë opinionit publik dhe gjyqësorit në përgjithësi. Në rast se hendeku krijohet, sigurisht që krijohet një përplasje, krijohet një tension. Dhe përplasja dhe tensioni mund sjellë dhe situata të jashtëzakonshme si kjo që ne po përmendim, situata të cilat vënë në dyshim ekzistencën e shtetit ligjor. Unë ngulkëm të distanca që mund të krijohet mes opinionit publik dhe gjyqësorit. Dhe këtë distancë, fatkeqësisht, në Shqipëri kanë tentuar dhe e kanë realizuar ta krijojnë pushtetet e tjera, siç mund të jetë pushteti politik apo siç mund të jetë ekzekutivi në vetvete dhe legislativi, nëpërmjet reformave të cilat janë krijuar me pritshmëri të jashtëzakonshme për opinionin publik dhe zhgënjimi është i jashtëzakonshëm kur këto pritshmëri nuk dalin. Dhe mbështetja që duhet t'i japësh opinionit publik është vetëm një, të jesh realist në premtimet që bën, se në të kundërt, mashtrimet që mund t'i bësh opinionit publik nëpërmjet reformave, nëpërmjet mrekullive që ti do bësh me reformat, krijon një zhgënjim të madh dhe ky zhgënjim i madh mund të përplaset në dyert e gjyqësorit siç edhe ndodhi. Elementë të tjerë që janë, po themi, krijojnë këtë distancën dhe këtë hendekun e madh mes gjyqësorit dhe popullsisë, është dhe fakti që zvarritën çështjet. Kemi cilësi të dobët në gjykim dhe në hetimin e çështjeve. Kemi atë që postulatet e vjetra e njohin si drejtësi të mohuar, drejtësi e vonuar, gjithmonë është drejtësi e mohuar. Në të tërë këto element që unë përmend, ka ndikimin e vet çdo pjesë e pushtetit, si e legislativ, si ekzekutiv, po nga pak dhe gjyqësori në mënyrën se si ka reaguar karshi reformave. Ka pjesën e vet çdo gjyqtar dhe çdo prokuror i cili nuk e ka ngritur zërin atje ku duhet. Ka pjesën e vet çdo gjyqtar dhe prokuror për vetë faktin e thjeshtë se në rast se ti shikon që infrastruktura që duhet të krijohet nuk të është krijuar, atëherë ngrije zërin. Dëgjova në biseda mes kolegësh që thoshin, në rast se gjyqtari, magjistrati nuk kërkon të drejtën e vet, atëherë si mund të pres unë të jap të drejtën e qytetarit. Për të gjitha këto elementë që unë përmenda, për faktin e relativizimit të gjyqtarit, për faktin e barazimit të gjyqtarit me një punës të thjeshtë administrativ, krijohen dhe situata të tilla, të cilat asnjëherë nuk janë të shëndosha për shoqërinë në radhë të parë dhe për shtetin juridik në radhë të dytë. Shoh një reagim të çuditshëm të opinionit publik shpeshherë dhe reagim të zi në kuptimin e fjalës. Përveç se mënyrës se si duhet të reagojë shoqëria karshi një ngjarje makabre, unë shoh dhe diçka tjetër në këtë formë reagimi. Fakti që relativizohen, fakti që sulmohen pafund magjistratët, fakti që politika gjithnjë fajin e kërkon ke magjistratët, faktin që për çdo zgjidhje të situatave kërkohet tek gjykata, duket se e ka ngarkuar opinionin publik me idenë që shteti është vetëm gjykata. Duket se ka ngarkuar opinionin publik me idenë që fajin e ka gjykata për zvarritjen dhe mungesën e cilësisë. Jo, fajtor janë të gjithë. E thash, të tërë pushtetet nga pak janë fajtor. Fajtor është legislativi që ka bërë një reformë të pamenduar. Fajtor është ekzekutivi që relativizon, anatemon nga mëngjesi deri në darkë gjyqtar me emra konkret. Fajtor është vetë gjyqësori që nuk e ngre zërin për të krijuar një klimë të duhur për punën e vet dhe për të ngritur zërin dhe për thënë zotëri, reformën që ke bërë, mua më detyron që një gjyq që e bëja për një vit
ta bëje për 5 apo 10 vjet. Të gjithë këto element mund të rrisnin besimin e publikut te gjyqësori. Por në rast se ti lufton për ta rrëzuar besimin e publikut, sigurisht që publiku ka edhe një reagim të këtij lloji. Të papranueshëm totalisht. Lidhur me reagimin e publikut, a mendoni që institucionet e drejtësisë pas kësaj ngjarje u qasën në mënyrë të gabuar vetëm te siguria e gjykatave, godinave e gjykatave dhe gjyqtarëve, ku në fakt duhet të shqetësoheshin më shumë për këto që përmendët ju, si zvarritjen e çështjeve gjyqësore, si po themi vendime që janë të diskutueshme, si korrupsioni në gjyqësor. Pra, mos ndoshta edhe i reagimi i publikut nuk është një reagim që vjen se nuk i do gjyqtarët, por është një reagim që e kanë pësuar nga gjyqësori. Unë e kuptoj shumë mirë atë që thoni ju dhe janë të gjithë elementë të cilët përbëjnë të tërën e asaj që ne ndodhemi sot. Janë elementë të cilët shpesh herë ne i anashkalojmë. E para, infrastruktura. Normal që duhet ta ngresh zërin për infrastrukturën. Sepse infrastruktura në mënyrë indirekte lidhet me gjithë të elementët që ju përmendët. Në rast se ti nuk ke një sallë gjyqi, nuk ke solemnitet. Duke mos patur solemnitet në sallën e gjyqit, nuk ke cilësi në gjykim. Duke mos patur një sallë gjyqi të përshtatshme, nuk ke transparencë. Duke mos patur transparencë, frymëzon korrupsionin. Të gjithë këto elementë janë të lidhur së bashku. Prandaj unë vazhdoj të ngul këmbë. Çdo pushtet në këtë situatë duhet të marrë përsipër përgjegjësitë e veta. Përgjegjësitë e veta në ç'kuptim? Ekzekutivi a ka për detyrë që të mos quajë reformë vetëm vetingun, hoqi Eugenin dhe vuri Artanin, apo ka për detyrë të shohë në reformën globale të saj legjislacionin si e ka bërë? Ai është përgjigjur me paratë dhe fondet e dhura infrastrukturës gjyqësore për sa i përket atyre sallave gjyqi që thamë ne, atyre zyrave, numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, i cili duhet të rritur patjetër për të rritur cilësinë dhe shpejtësinë dhe efikasitetin në dhënien e drejtësisë. Kjo është pjesë e ekzekutivit. Pjesa e gjyqësorit, a ka bërë një analizë të thelluar gjyqësori dhe mos jetë oportunist, por t'i thot në mënyrë të drejtë për drejtë dhe legjislativit dhe ekzekutivit. Zotëri dashur, unë me këto kushte, me këtë numër gjyqtarësh, me këtë frustrim që kanë gjyqtarët, me këtë mungesë infrastrukture, me këtë legjislacion nuk jap dot drejtësi dhe duhet ta përball këtë situatë. Mos ta mbaj, po themi, në oportunitet, hajtë se unë jam në rregull, punë e madhe e kam faj dikush tjetër se unë nuk e di. Jo, debatimi i gjërave, konstatimi i mangësive sigurisht që sjell në zgjidhjen e tyre. Por unë, der pa ndodhur kjo ngjarje makabër, nuk kam dëgjuar nga sistemi, nga KLG-ja, nga KLP-ja, nga ILD-ja, nga gjykata e lartë po doni ju, nga gjykatat e rretheve po doni ju, nuk kam dëgjuar që thonë, o zotri, unë kam 2000 çështje në dorë me 2 gjyqtarë, nuk e përballoj dot. Më gjepni një zgjidhje, dhe zgjidhja mund të jetë, më krijo salla gjyqi, më jep këshilltar ligjor, shto numrin e gjyqtarëve në këtë X gjykata për në atë X gjykat. Të gjithë këto elemente unë nuk i kam dëgjuar që të vendosen përballë ekzekutivit që ka parat, po themi, dhe të thonë, po, ekzekutivi nuk na i dha, ne prandaj jemi në këtë gjendje. Ky është një element shumë i domosdoshëm për të përplasur situatën. Dhe në fund pasaj kemi legjislativin, prapë lidhur me pjesën gjyqësore. Legislativi, në rast se gjykatat gjatë zbatimit të ligjeve kanë konstatuar element të cilët e deformojnë dhënien e së drejtës, atëherë me shumë të drejtë mund thonë, zotri, kodin e procedurës civile unë dua ta ndryshosh, kodin penal unë dua ta ndryshosh, atë nenin e famshëm të Ramizalis që nga koha e Ramizalis 7501 unë dua të ma ndryshosh sepse më ka krijuar probleme dhe situata të tilla. Dhe këtë e bën sistemi gjyqësor, këtë e bën gjykata kushtetuese, këtë e bën gjykata e lartë. A i kemi dëgjuar në këto probleme? Asnjëherë nuk i kemi dëgjuar. Dhe vim në ditën ku relativizohet kaq shumë situata sa të gjithë të mbarsjet të problemeve ja ngarkojmë një detektori të shkatruar këtë derë e gjykatës apelit dhe një roje fakir, do ja thosha unë, fakir fukara që do mbante mbrojtjen e tërë sistemit drejtësisë një roje aty. Këto janë elementë të cilët vazhdojnë të vënë në frymën e relativizimit të një situate e cila duhet parë në sy. A i kemi bërë drejt reformën? A i kemi bërë drejt vetingun?
A kemi patur një studim neve se me 400 magjistratë që mund të na largohen, ne nuk i zvendësojmë dot? A kemi patur shenja që 400 magjistratë që do largohen nuk i zvendësojmë dot për 20 vjet dhe ne prapë bëjmë këtë gjë? Të gjithë to janë element të cilët do t'i shkojnë për shtat faktit që gjyqësori e ka parë në sy problemin dhe i ka thënë opinionit publik, zotëri i dashur, me gjithë problemet që unë kam korrupsionin, të cilin përpiqen ta luftojnë, kam mungesën e infrastrukturës, për të cilin ekzekutivi e bën veshin e shurdhur, kam mungesën e legjislacionit modern dhe shpeshtësinë e ndrimit legjislacionit. Prandaj, unë nuk po jap dot drejtësi në mënyrë të shpejtë dhe cilësore. Këto ne nuk i kemi dëgjuar. Prandaj, sot të gjithë ne, aktorët dhe faktorët, duhet ndihemi nga pak fajtor, sepse kemi ndihmuar në atë këmbëzën që u shkrep në gjykatën e apelit. A mendoni që edhe reforma në drejtësi, përveç asaj që thatë ju që a u ngritën pyetje që a ishte drejt vettingu, ishte i drejt, po themi, largimi i gjyqtarëve, prokurorëve nga sistemi, a ishte edhe një qasje e gabuar fokusimi vetëm i reformës drejtësi tek SPAK-u dhe GKK-ja, ndërkohë që drejtësia në vetvete është drejtësia për njerëzit e thjeshtë dhe u la më një anë hallet e gjykatave të rretheve dhe gjykata apelit, ku kemi vetëm një gjykatë apeli në Shqipëri. Unë e ceka pak më lart. Fakti që reformën, me sa duket, baballarët e reformës e kanë bërë vetëm për demagogji dhe vetëm për të ndërhyrë sa më shumë në pushtetin gjyqësor për ta kapur, e fokusuan vetëm te strukturat e posaçme në luftë kundër korrupsionit dhe të krimit organizuar. Sepse me djallëzi, po them në tonza, këta baballar pan që strukturat e posaçme po funksiononin shumë mirë, kishin rezultate shumë të mira, atëherë si ta mashtrojmë, po themi, opinionin publik dhe ti themi reforma është funksionale, reforma ka patur rezultate të shkëlqyera sepse SPAK-u dhe GKK-ja kanë punuar. Jo, SPAK-u dhe GKK-ja kanë punuar, kanë dhënë rezultate shumë të mira, kanë dhënë rezultate të cilat i dhanë fund pandëshkueshmërisë në Shqipëri, por është 1/100 apo 1/1000 e problemeve që ka sistemi gjyqësor në Shqipëri. Dhe qëllimisht, për arsye demagogjike, ata e kanë fokusuar vëmendjen vetëm te SPAK-u dhe GKK-ja. Të merr malli të shohësh një kamera në gjykatën e rrethit apo në prokurorinë e rrethit. Në rrethet të tjera jo. Dhe duket se është një mjeshtri gebelsiane që ta përqendrosh të tërë vëmendjen te prokuroria e posaçme sepse atje ka vërtet rezultate. Dhe le më njanë ato që ju thoni, hallet e mëdhaja të drejtësisë, le më njanë tërë juridiksionin e përgjithshëm të prokurorive, të gjykatave, le më njanë mënyrën e hartimit të hartës gjyqësore, le më njanë hartimin e legjislacionit dhe të strukturës e cila do të zgjidhte problemet e vërteta që ka drejtësia shqiptare. Dhe drejtësia shqiptare nuk ka vetëm problemet penale. Problemet penale janë më të ndjeshmet, janë ato që bëjnë buj, janë ato që e bëjnë zhurmën më të fortë në TikTok dhe në Instagram, por nuk janë problemet e pronave, ato që janë diskutuar, nuk janë problemet e konflikteve civile, ato që janë diskutuar, nuk janë afatet e gjykimit administrativ, ato që janë diskutuar, nuk janë po të themi konfliktet e vogla që zgjidhen nga prokuroritë e rretheve, ato që janë diskutuar. Por kjo është e gjitha. Në rast se doni të shihni rezultatin e reformës, shikoni dosjet stok që ka gjykata e apelit, gjykata e lartë dhe gjykata e shkallës parë. Aty do të kuptoni, drejtësia është më e shpejtë, është më saktë, është dhe më objektive apo jo. Avokat, nëse unë kam një konflikt me pronën dhe kam dëshirë t'i drejtojmë gjykatës për ta zgjidhur. Çfarë duhet të pres nga gjykata? Sa vite do më duhej që unë të kem një vendim gjykate në dorë përfundimtar. Dhe të formës pre. Në rast se do kesh një konflikt civil, dhe në rast se do kesh një konflikt si që ju thoni për pronën, në rast se para viteve 2012-2013, afati mesatar i një gjykimi total të një konflikti të tillë, për një dosje jo shumë të komplikuar, mund të ishte maksimumi me të gjitha shkallët 2 deri në 3 vjet, pavarësisht përsëritjeve, rigjykimeve dhe gjithë elementeve të tjerë, që jo shpesh vinë për fajt të gjyqësorit, por për fajt të legjislacionit, që gjykata është e detyruar ta zbatojë, sot minimalisht kjo kohë mesatare është shumëzuar me 5 herë.
Do më thëmë, ti mund të marrësh drejtësi, në rast se merre për 2 deri në 3 vjet, sot duhet ta marrësh këtë drejtësi të njëjtë me atë që do merri atëherë për 7, 8 apo 9 vite. Avokata, do ishte më drejtësi, më e mirë nëse për shembull mos diskutojmë vetëm nivelin e gjyqtarëve, po të paktën tek afatet, sepse për shembull nëse një qytetar i drejtoj gjykatës shkallës së parë dhe gjyqtari i çështjes ndoshta mund të marrë një vendim të gabuar dhe çështja shkon në apel për 2-3 muaj dhe apeli e vendos E rregullon të gabim. ose edhe nuk e rregullon apeli, por për 2-3 muaj shkon në gjykatën e lartë dhe për 2-3 muaj jepet vendimi dhe brenda një viti gjyqtari merr një vendim të formës së prerë, a mos ndoshta edhe rregullimi i aftësisë së gjyqtarëve do ishte pak më i parë më ndryshe? E gjitha kjo që thoni ju është ajo pjesa e sistemit të brendshëm që rregullon vetë sistemin. Nuk e kemi shpikur ne. Është shpikur herët kjo histori. Sistemi i drejtësisë rregullon veten me ato gjykatat, me ato shkallët që ju thoni. Dhe sa më shpejt të ndodhin këto element, aq më shumë krijon objektivitet dhe besim te publiku për dhënien e drejtësisë, sepse shmanget atë që quhet vetëgjyqësi. Shmanget atë që quhet vetëgjyqësi sepse e rëndësishme është zinxhiri të funksionojë. Në mos një gjykat tjetër do ta jap të drejtën ose do e korrigjoj gabimin që është bërë. Dhe në rast të tëra gjykatat kanë një mendim të konsoliduar dhe të njëjtë me njëra tjetrën, ti mund të shkosh në gjykatën e Strasburgut. E rëndësishme është faktori kohë që ju përmendët. Faktori kohë jep shpresë njeriu që të heci në zgjidhjen e problemit dhe në korrigjimin e problemit. Dhe faktori kohë shmang atë që quhet vetëgjyqësi. Të gjithë të element që ju përmendi janë ato që quhet në sistemin e brendshëm të vetë rregullimit të gjykatave. Gjykatën nuk e rregullon deklarata e ekzekutivit që ky gjyqtari është i mirë, ai gjyqtari është i keq. Gjykatën e rregullon gjykata e nivelit më të lartë. Dhe ai thotë, po zoti gjyqtar, gjykata e apelit mendon që ti i gjykatës shkallës parë ke shkelur këtu ligjin, ke bërë këtu proces pa rregull ligjor. Dhe të gjithë to janë element të rëndësishëm për funksionimin e shtyllës kurrizore të shtetit që është sistemi i drejtësisë. Avokata, ishte rasti vetëm i goditjes së një gjyqtari, po themi brenda sallës së gjyqit, rasti i zotit Kalaja? Fatkeqësisht nuk është rasti vetëm. Në janar të vitit 2007, në prokurorin për krime të rënda është regjistruar një procedim penal, ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë, si kjo ngjarje që ne përmendim sot, por fatmirësisht në atë kohë, pa dëme dhe pa pasoja në jetën e njerëzve, është plagosur vetëm roja i sigurisë së gjykatës së Fierit, ku në një gjykim civil, mos gaboj ka qenë një padi shumë e thjeshtë në kuptimin juridik, ligjor, ka qenë lirim posedim sendi në duket, një person ka hyrë në sallën e gjyqit dhe në momentin që gjyqtarja ka shpallur vendimin, ka shqiptuar vendimin e saj, personi ka nxjerrë pistoletën dhe ka filluar qelloj në drejtim të gjykatës. Ka qenë ndërhyrje e roje sigurisë gjykatës, i cili u plagos në këtë situatë. Ka qenë ndërhyrje dhe sekretares gjyqësore të kësaj gjykate në moment dhe shmangja i gjyqtares që nuk solli në pasojat fatale. Ka qenë totalisht tentativë vrasje i gjyqtarit dhe personi është dënuar nga prokuroria për krime të rënda dhe gjykata për krime të rënda në mënyrë shumë të shpejtë me gjykim të drejtë për t'i dhënë një mesazh të gjithëve që drejtësia duhet të punojë sa më e pandikuar nga elemente jashtëm dhe personi është dënuar mbi 20 vjet. Këtu është një element tjetër. Ju përmend këtë rast sepse gjoj shpesh nëpër media rasti i parë, jo nuk është rasti i parë, është rasti i dytë, që ka ndodhur do themi në mënyrë të njëjtë siç ka ndodhur ky rast i gjykatës apelit, por këtë rast ka qenë gjykatën e Fierit, shkallës parë të Fierit. E përmend me shumë keqardhje dhe faktin që të gjitha këto dosje, të gjitha këto ngjarje që ndodhin për vrasje apo tentativë vrasje të gjyqtarëve, prokurorëve, punonjësve të policisë, avokatëve apo zyrtarëve të lartë me reformën legjislative në 2016 nuk janë më kompetencë e një prokurorie të posaçme, por janë kompetencë e prokurorive të zakonshme. Edhe ky është një element i dobësimit të shtetit ligjor. Nuk flasim për ngjarje fakti siç është kjo, që nuk ka nevojë shumë për hetim shkencor për të zbuluar faktin që është autori apo jo i vrasjes. Flasim për seriozitetin që duhet ketë shteti
për të ruajtur zyrtarët e tij më të lartë nga veprimtaria kriminale. Se nuk është vetëm salla e gjyqit, po ai gjyqtar, ai prokuror, ai polic ka jetën e tij. Ai del nga salla e gjyqit, del nga zyra, ka jetën e tij. Dhe puna është se sa të zotët jemi ne si shtet, nëpërmjet organeve ligjzbatuese, të hetojmë, të gjykojmë dhe të parandalojmë goditjen e këtyre personave. Prandaj edhe ndryshimi i kompetencës së këtyre veprave penale të vrasjes së cilësuar të zyrtarëve të lartë, duke hequr nga prokuroria për krime të rënda ose prokuroria posaçme sot, duke çuar në prokuroritë e rretheve, është një regres në luftën kundër krimit. Kam dhe i pyetjes fundit, a ka ardhur koha për një rishikim të reformës në drejtësi dhe cilat janë ato pikat të dobta që duhet me patjetër që të rregullohen? Koha për rishikim në reformës në drejtësi për hir të vërtetës ne kemi vite që e themi që ka ardhur. Rishikim dhe korrigjim të gabimeve trashanike që ka bërë reforma në drejtësi. Mbi të gjitha, me një argument shumë logjik dhe jo shumë të komplikuar. Fakti që këtë lloj reforme nuk e përkrau asnjë shtet në botë, as i dorës së dytë, as i dorës së tretë, pa jo i dorës së parë, tregon që reforma është e dështuar për sa i përket dëshirës që kishte dhe qëllimit që kishte. Rezultatet e pritshme, të cilat mund të ishin shkruar vetëm në letër, nuk po vinë dhe sot pas 10 vjetësh. Të vetmen rezultat që ka reforma është, siç u thash, struktura e posaçme e cila ka funksionuar në mënyrë të rregullt, por është e pamjaftueshme për të justifikuar lekët e taksapaguesve shqiptar, lekët e taksapaguesve europian, lekët e taksapaguesve amerikan. Do një rishikim, po këtë radhë do një rishikim me laps e me letër, do një rishikim strategjik. Çfarë nuk funksionoi mirë, si duhet bërë mirë dhe a kemi kapacitete ne si shtet me këto financa, me këtë buxhet të realizojmë një reformë cilësore. Se ti në shtëpinë tënde mund të kesh dëshirë të kesh një palë koltuqe 20.000 euroshe, por nuk i ke, se 200 euro është buxheti jot. Për këtë arsye duhet shohësh sa ke buxhetin dhe sa mund ta mobilosh dhe sa mund ta rregullosh shtëpinë tënde. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju.